Edi Rama akuzon Partinë Demokratike se është e vetmja forcë politike në botë që sulmon në mënyrë të dhunshme institucionet dhe punojësit e policisë. Në reagimin e tij në X, kryeministri publikoi edhe një foto të bombave Molotov të përdorura në protestën e organizuar nga opozita përpara kryeministrisë dhe parlamentit. Këto janë bombat artizanale me të cilat janë sulmuar dhe djegur e plagosur mbrëm punonjësit e policisë nga e vetmja parti politike në botën demokratike që ushtron dhunë dhe e dyta në historinë e botës së tërë pas asaj të famkeqit Robert Mugabe të Zimbabves, që i shkon brapa një 80 e kusur vjeçarit të damkosur e të lajthitur. Në reagimin e tij për protestën e të martës, kryeministri kërkon nga drejtësia të ndëshkohen ata që sulmuan punojësit e policisë. Uroj që drejtësia të bëjë drejtësi për policët e plagosur dhe të ndëshkojë pa ngurim bardhësit e këtyre armëve me kapacitet vdekjeprurës. Kreu i qeverisë është i bindur se demokratët, edhe për shkak të protestave, do t'i humbasin thellë zgjedhjet lokale të 2027-s. Sa për fatin politik të këtij cikli të ri i jashtë nxjerrjesh në bulevard, ai do të shkruhet si zakonisht në zgjedhjet e vitit të ardhshëm me një disfat edhe më shembullore se sa të mëparshmet. Ndërsa ardhmja shumicës së tij, Rama thot me siguri se është ecim përpara drejt Shqipërisë 2030 në Bashkimin Evropian.